një sistem diktatorial, burgon si artist plot. Po një pjesë të madhe të artistëve nuk i preku, pavarësisht mendimit të tyre. S'është vetëm Odise Paskali. Ka qenë profesor, ka qenë një nga të mëdhenj Sali Shiaku, ka qenë Buza, kanë qenë shumë. A kanë folur ata, a kanë bërë ata veprime jashtë vijes partisë? Sigurisht që po. Pse nuk i preku? Si ishte vetëm një gjuhë komunikimi me perëndimin, s'kishte gjuhë tjetër. S'kishte gjuhë tjetër. Ishte vetëm një gjuhë. Që ta ishin shkolluar jashtë gjithë. Izolimi, arti pamor, është gjuhë komunikimi. Nuk është thjesht ti shef një pikturë apo shef një fotografi, ajo është gjuhë komunikimi. Të cilës shqiptarët përjetësisht e kanë lexuar gabim. Sepse s'kan lexuar, ose falë analfabetizmin nuk arrin të lexojë. Pra, letërsia, pra, arti prap, përveç artit pamor. Ishte një gjuhë komunikimi shumë e fortë. Arsyeja, për shembull, në letërsinë shqiptare, a është thënë që shqiptarët janë popull barbar, vrasës, hajdut? Është thënë. Është thënë. Po, ndërrjeshta. Jo ndërrjeshta, është thënë e zezë mbi të bardhë. Dhe e ka thënë Kadare, tek generali është një nga, po të marrë një rast. E ka thënë Kadare, tek generali i ushtrisë vdekur. Po ku e ka thënë? Në gojën e Priftit. Pra shqiptarët, jo ishte i huaj, pra shqiptarët nuk arrin do të kuptojnë atë çfarë shkruan. Sepse gjithmonë merrnin partizanin Meke si shembull ideal për vazhdimsinë e jetës. Por kurse si nuk merrnin negativ personazhin i cili fliste të vërtetën se çfarë mut populli jemi ne. Dhe një analist të tillë e ka bërë Martin Camaj. Dhe unë nuk kam dytë të dalë mbi Martin Camaj. Para ti unë jam askushi. Pra, ky popull nuk arrin të mendoj. Bëhen emisione televizive pa fund, për çfarë? Për t'i bë fresk kujt? Rezultati. S'ke asnjë rezultat. Del një debile atje që e njoh prej shumë vitesh, që thotë të fshim filmat shqiptar. Jo, më thënë, pse do t'i fshish filmat shqiptar? Së pari, ti duhet të mësosh t'i shohësh ato filma. Duhet të mësosh se si kuptohen ato filma. Për kohën, kontekstin e kohën. Për kohën, sepse nuk mund të luash me një pasuri kombëtare.